shku një farë forme kësaj thirrje të cilën e kemi bëna tash disa u bënë gati 2 muaj që thrasim për të njëjtën gjë dhe pavarësisht që institucionet relevante në këtë rast zyra rregullatorit për energji është dashur t'i marrë për bazë komentet, sugjerimet e shumë akterëve, kemi ardhur deri në pikën kur nesër vetë se futen në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike, pra nga data 1 maj, dhe ne tashmë jemi edhe në përfundim të padisë e cila do të dorëzohet ditën e premte. Lajmi i mirë është që më në fund e kemi pranuar vendimin nga zyra rregullatorit për energji për rritjen e tarifave dhe po besoj që shumë shpejt gjatë këtyre ditëve do të kemi lajme të mira për qytetarët me gjithë këtë presion që po bëhet nga gjitha institucionet. Urojmë dhe shpresojmë që do ta kemi shpejt edhe kuvendin e konstituum dhe bashkërisht do ta argëzojmë këtë vendim, do ta pezullojmë këtë vendim të marrën në mënyrë totalisht në mënyrë të pabazë. Shabiu, ju po e përmendni vazhdimisht mungesën e institucioneve, derisa zëri e mori një vendim kaq të rëndësishëm për jetën e qytetarëve në një mungesë, në një boshllëk institucional, për një vendimarrje kaq të rëndësishme. Si e komentoni këtë boshllëk institucional, cila është thirrja e juaj si aktivist derisa po përballemi me rritje të çmimit të energjisë elektrike? Kjo është absurde, kjo na tregon që kemi shumë probleme si vend, fatkeqësisht. Në disa raste shteti trajtohet në mënyrë qesharake nga vetë njerëzit e institucioneve, të cilët vend që të vojnë zgjidhjen të mirë në qytetarët e Republikës Kosovës, i kemi tash 8 herë që dështon seanca për konstituimin e kuvendit. Kjo tregon edhe për seriozitetin dhe për qasjen totalisht absurde të akterëve të shtetit. Dhe krejt këto e shfrytzuan, fatkeqësisht e shfrytëzoi zyra rregullatorit për energji, e cila tashmë po shihet qartë që nuk ka qenë rreshtuar krahas interesave të qytetarëve. Jemi duke pa këtyre ditëve të fundit edhe shumë raportime në aspektin edhe të importit. Vetëm sot e patëm një lajm që u raportu nga buletini ekonomik, një lajm shumë shqetësues për kostën e importit të energjisë elektrike, e cila është bë nga kompania Noja Energy Trade, e cila kosto është 3 fish më e lartë se sa çmimi që ka qenë në bursa, dhe 90% e importit për vitin 2024 është bërë pikërisht nga kjo kompani, edhe pse çmimi i saj ka qenë 2-3 fish më i lartë se sa çmimi në bursë. Pra kemi unë po them, sot e bërë edhe një shkrim më herët në rrjetin tim Facebook që siç duket vetëm sa ka filluar të shpërfaqet gjithë ajo e keqe cila ka ndodhur me sektorin e energjisë në Kosovë, dhe urojmë dhe shpresojmë që gjithë ky zonjë i cili është bërë tash e këta muaj do të ndikojë në përmirësimin e përgjithshëm të gjendjes sektorit e energjisë dhe do dalin në pa gjitha padrejtësitë që janë bërë këtij sektori. Pra kemi në anën tjetër 4 komuna veriore të cilat nuk do të tarifohen me çmimin e njëjtë rritjes. Po pikërisht këtë kisha edhe për t'ju pyetur si e pat faktin që ky vendim nuk do të zbatohet në 4 komunat veriore të Kosovës. Po kjo është absolutisht shkelje drejtave njëre, domethënë është diskriminim publik i hapur, pavarësisht që këtu ka edhe ndikime politike, ne i dim nuk ka edhe të marrëveshjeve të Brukselit që kanë qenë në Kosovë dhe Serbisha, i ka shumë gjëra të cilat siç duket nuk kanë qenë të qarta për opinionin publik, dhe përkundër tentativës së zyrës rregullatorit për energji që u detyru 2 herë brenda ditës me ndryshu deklaratën, Elektroseveri reagoi duke thënë që kjo rritje nuk vlen për qytetarët, por vlen vetëm pjesa e transmisionit dhe shpërndarjes që është diçka tjetër. Pra nuk është pjesa e rritja e tarifave, plus Elektroseveri u zotu që këtë rritje nuk do ta faturoj në faturat e qytetarëve të saj, por do ta mbuloj vetë. Pra këtu kemi të bëjmë në një realisht kemi të bëjmë në një mënyrë të çrregullt komunikimit, pra nuk është formë e zakonshme e komunikimit. 4 komuna të Republikës Kosovës do të ndahen veçmas nga të gjitha komunat e tjera dhe do të tarifohen me çmim tjetër. Kjo tregon, thash edhe më tepër e shton faktin se pse është urgjente që të pezullohet vendimi sa më shpejt për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Besoni që ky do të jetë, ndoshta do të renditet në një nga skandalet më të mëdha në Kosovën e pas luftës, gjithë kjo e cila po ndodh në sektorin e energjisë këtë ditë. Shabiu, ju e përmendet që të premten do të dorëzoni padina, apo jo? Po, fatmirësisht, po e themi prej gjitha të këqijave në këtë kohë, zyra rregullatorit për energji e ka dërguar mbram në emailin e avokatit Bajraktari, i ka dërguar vendimet, të cilat ndoshta është dashur shumë më herët më publiku, por janë publiku dje, vonë,
dhe sot avokati është ka punon gjithë ditën edhe me pjesën tjetër të ekipit, për faktin që nesër është ditë pushimi, pra është data 1 maj, është vendosur që domethënë të premten do ta tregojmë edhe orën e saktë, besoj edhe për media, edhe për qytetarë, të premten, po besojmë dikur para dite, vetë se do të bëhet edhe dorëzimi i padijës në gjykatë, padija e cila tash ka marrë krejt formën e saktë, qartë, kemi shkelje të përditshme, të cilat po besoj që gjykata nuk ka me pas as pak të vështirë me marrë vendimin e të mirë në qytetarët e Republikës Kosovës, sepse çdo kush, edhe laik të fushës, po e shohin që këtu kemi të bëjmë me padrejtësi të thelluar. Pra vetë se kemi fillu fatkeqësisht këtë ditë më përballë edhe me rritje të normave të çmimeve të produkteve, gjithçka e cila ka ndodhur nga janari e deri tash në maj në fushën e energjisë, ka qenë një tentativë për ta bërë jetën e qytetarëve sa më vështirë dhe të jeni të bindur që definitivisht nuk kemi qenë kur më të bashkuar se kaq, mendime natyrisht edhe juve si media, të cilat duhet me ju falenderoj edhe këtu publikisht për ndihmën dhe suportin e vazhdueshëm dhe në farforme lajmet e vazhdueshme të cilat i keni transmetuar në publik dhe bashkërisht siç kemi thënë fillim të organizimeve edhe ta qytetarët me qenë të bindur që në fund do të triumfojë drejta dhe këto tarifa nuk do ta marrin atë të cilin e ka marrë si vendim zyra regulatorit për energji. Shabiu, sa jeni optimist që zëreja edhe mund ta tërheq prapa këtë vendim? Jo, zëreja nuk do të tërhiqet nga ky vendim. Zëreja po shihet nga fillimi deri tash është duke bërë lojra të pesta, lojra të cilat nuk i kontribuojnë as zyrës regulatorit për energjinë, as institucioneve tjera relevante, siç janë Ministria e Ekonomisë, as nuk mas paku i konvenojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Kështu që nëse prej fillimit zëreja nuk e ka marrë për bazë as edhe një koment të vetëm, pra ta kemi parasysh, është para pa rritja 15% e energjisë elektrike nga vetë zyrtarët të shtën kjo shifër, pas gjithë komenteve të cilat janë bën drejtim zyrës regulatorit për energji, nga gjithë institucionet dhe qytetarët, në fund është vendosur rritja 16.1%. Por kjo tregon më shumë se sa është kredibil ky institucion dhe sa i kanë për qëllim aspektin e ndikimit në jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës rritja e këtyre tarifave. Andaj unë nuk pres as një lëvizje nga zyra e regulatorit për energji, ajo që pres është që gjykata me rrëzu këtë vendim të dëmshëm dhe ky presion që po bëhet publik, natyrisht besoj që ka me marrë rezultatin e duhur dhe po ashtu pres fuqishëm që të konstituohet shumë shpejt Kuvendi i Republikës Kosovës dhe pasi të konstituohet kuvendi, neve që kemi paralajmëruar që protesta do të bëhen mandej në drejtim të deputetëve dhe ato protesta do të bëhen me një thirrje të qartë, shkarkim automatik të bordit zyrës regulatorit për energji dhe pezullim, nëse deri atëherë nuk pezullohen, pezullim urgjent i kësaj rritje të energjisë e cila vetëse në një formës e tjetër qytetarët kanë filluar me ndje në shportat e tyre të përditshme. Shabiu, ju falenderoj shumë për këtë lidhje direkte drejt për drejt në gazetë. Faleminderit edhe juve për hapësirën. Derisa të nderuar shikues, vazhdojmë me një storje tjetër e cila flet për Kuvendin Komunal të Ferizajt, i cili ka votuar sot për shfuqizimin e planit zhvillimor komunal 2017-2025. Gjatë kësaj mbledhje janë diskutuar edhe janë miratuar edhe shumë propozime të tjera. Kuvendi i Komunës së Ferizajt të Mërkurën ka votuar pro shfuqizimit të planit zhvillimor komunal 2017-2025. Fillimisht, drejtori i urbanizmit, Arbër Bytyqi, paraqiti propozim vendimin për